Përshëndetje miq, rikthehemi në këtë edicion ton të pestin të Blekonomi Podcast. Ndryshe nga vitet e tjera, ky edicion nuk do të jetë fokusuar vetëm tek supermarketet të cilët janë të renditur në Fortin ndër Fortin, por edhe tek iniciativa jon më e re që është 15 over filter. Pra do shikoni supermarkete të ftuar të cilët kanë plus 30 vite në këto tregun ton në Shqipëri të pas 90-s. Por sot në podcast është një e nominuar e cila është nominuar në Fortin ndër Fortin edicioni jon i 5, ka një histori shumë interesante, vjen nga një edukim tjetër, ka pasur eksperiencë në një industri të ndryshme dhe sot bën një industri shumë interesante që është ajo e turizmit. Kam kënaqësinë të kem sot në podcast Rodi Mullaj, e cila është emiruese e Naja Travel. Rodi, përshëndetje dhe faleminderit që na bashkove sot. Faleminderit që më thirrët. Kënaqësia është e gjitha jona. Unë do doja ta nisem me pyetjen e parë, e cila lidhet me kush ishte Rodi përpara se të krijonte Najan. Rodi para se të krijonte Najan ishte një njeri që ishte pjesë e sistemit, e cila punonte më saktë jetonte për të punuar. Ndërsa tani Rodi punon për të jetuar. Ka bërë Rodin punën 95 para se të krijonte Najan? Patjetër, por në moshë të hershme. Dhe kam diku të rreth jetë që janë self-made. Vjen në biznes për 10 vitesh. Para se ti futesh e turizmit, ti ke qenë angazhuar në real estate, një industri shumë dinamike. Ka ndonjë leksion që ke mësuar nga kjo industri që të ka shërbyer shumë pastaj në turizëm? Mendoj që real estate më ka mësuar disiplinë dhe qëndrueshmërinë dhe orët pa numër ta mos ta shikosh orën të sa duhet të punosh. Dhe nëse ke fuqi të punosh, sa më shumë orë të kalon, aq më shumë ti fiton. Edhe kur ishte momenti që ti vendose të hapje Najan? Pra ishte një moment i caktuar që the mjaftoshëm, nuk do punojmë në real estate, do shkëputem nga këto orë kaq të gjata, ose ndoshta nga kjo industri e do i futem në industrisë së turizmit. Ka qenë një pikë kthese specifike, një ngjarje apo ishte studiuar prej kohësh nga ana jote që shiko. Në 5 vjeçaren tim të ardhshëm do jem në turizëm dhe jo në real estate. Nisi si dëshirë për të eksploruar qytetin e Vlorës dhe të zgjeruar biznesin e real estate-it si në Vlorë ashtu edhe në Bregdet, duke qenë se mori një boom shumë të madh para 3 vitesh. Por ajo që nuk kuptova ishte që këtë papritur përfshira në turizmin detar. Edhe unë i quaj këtë pirja e shpirtit, që më ngeli shpirti. Dukshëm edhe në Vlorë po ashtu. Ka qenë një thirrje e Vlorës që ti të kthesh, pra ti mendon që është gjëja që ndoshta ti të bësh shumë më mirë turizmin detar në Vlorë, apo u ktheve sepse intensiteti i lartë i real estate-it ishte aq shumë i kohëmarrës, sa që turizmi ndoshta do të bënte që edhe dëshirat e brendshme apo pasioni për detin të kthente në turizëm. Deti ka një aftësi që nuk të kthen përgjigje, por të pastron dhe përgjigjet i merr rrugës. Edhe kështu përfshiva. Deti më ktheu tek vetja, më kujtoi që njerëzit duhet të jenë shumë afërt në natyrë për të kuptuar rrugtimin tënd të vërtet. Ka ardhur një kohë që sot në Shqipëri mungojnë shërbime. Domethënë njerëzit duan vetëm të shesin, por nga ana tjetër nuk japin shërbime. Domethënë shërbimi mendoj që është ajo ndjesia e shpirtit që i lë njerëzve në momentin që vinë tek ty dhe marrin një eksperiencë të caktuar. Po, Naja si lindi Naja Travel? Dhe pse Naja Travel? Naja Travel lindi si fryti një ëndre. Në fakt emri më ka dalë në një ëndër dhe vendosa ta implementoja emrin e Najës. Fillimisht nuk kam menduar se do hapja një agjenci turistike, por pastaj duke parë dhe duke eksploruar detin në 360 gradë, ku më ngeli realisht shpirti, vendosa që pse jo, le ta provojmë. Sa vite është Naja në treg si biznes? Si biznes ka në maj të 2025, po kam 3 vjet që jam në turizmin detar. E kam nisur fillimisht si tour operator, duke bashkëpunuar me agjencitë të cilat ndajnë të njëjtin vizion dhe që më kanë mësuar realisht shumë.
Dhe vazhdojmë bashkëpunimin si me ata dhe në mënyrë individuale. Nëse do dikush i ngjashëm si ty do pyeste pse Naja dhe jo dikë tjetër, ka ndonjë gjë që diferencon Najën si agjenci krahasuar me të tjerët që për të thirrë të vërtetës ka shumë aty jashtë të cilët bëjnë, le të themi, turizëm? Është autenticiteti, sepse në momentin që ti vendos shpirt gjërave dhe jep një energji të caktuar, të gjithë njerëzit e perceptojnë. Kjo është e pashmangshme. Në momentin që ti do të shesësh një eksperiencë shpirti dhe shërimi, sepse unë mendoj që deti, sikurse e cika dhe më sipër, të pastron pa e kuptuar. Dhe duhet realisht në momentin që ti e jep këtë frymë, atëherë njerëzit e perceptojnë dhe kjo është arsyeja pse të zgjedhin. Se është vetë fjalë pas fjale ajo. Dikush ka ardhur dhe ka thënë unë ndjeva këtë gjë dhe unë ndjeva në këtë formë. Si ekspert e turizmit dhe turizmi, këto kohët e fundit ka qenë kryefjala e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Si e shikon ti zhvillimin e turizmit në Shqipëri? Turizmi fetar është një pjesëtar i pa eksploruar. Ne gjithmonë, qoftë edhe ju apo të gjithë njerëzit, rendin pas natyrës në ditët e tyre të pushimit. Ajo që nuk kuptojnë njerëzit është duhet të zgjedhin në momentin që bëjnë eksperjenca të natyrës, kompani apo njerëz që mendojnë ndryshe, sepse aty fillon realisht ndryshimi. Edhe nëse do flisni për këtë industri, deti duket sikur është shumë i dominuar nga meshkujt, pra, dhe duket sikur është po ashtu si inxhinieria e ndërtimit apo avokatia. Si ka qenë thjesht për ty një sipërmarrëse që ofron turizëm detar në një industri kaq shumë maskiliste? Ka pas sfidat e veta, patjetër shëfo, por unë mendoj që qëndrueshmëria është ai zëri i lartë që të bën të futesh në industri maskiliste. Momentin që je i qëndrueshëm dhe i ndershëm, dhe kjo industria maskiliste të përqafon, sepse ka nevojë të një fryll femërore. Çdo mashkull, dhe pse quhet industri maskiliste, la pas ka një femër që i rregullon ato deta. A ke pasur ti mentor në këtë rrugë? Jo, po mentor pa dashje, jo domosdoshmërisht një person i cili të ka zgjedhur të mentorojë ose e ke zgjedhur që të mentorosh, një person të cilën ti ke pasur si vizion që ky është rrugtimi ose modeli i drejtë të cilit unë dua të shkoj. Ka pasur dikë që të ka ndihmuar të rritesh dhe të bëhesh profesionalisht po aq e mirë sa figura të tjera, apo ka qenë vizioni i tij brendshëm që shiko, unë do të ofroj shërbimin në këtë lloj forme sepse mendoj që tregu ka nevojë. Ka pasur disa mentorë të ndryshëm që normalisht i kam ndjekur në podcaste të ndryshme në YouTube dhe të tjerë, por jo një mentor specifik, sepse unë mendoj që plastelina apo formimi i një njeriu krijohet nga disa modele dhe pastaj ti krijon atë versionin tënd autentik. Rod, 3, 5 apo edhe 15 vite jetë profesionale janë mjaftueshëm për të përjetuar dështime, të paktën një pak po e sigurt që ka ndodhur. Ka ndonjë dështim apo në një leksion që ti ke mësuar në këto 15 vite jetë profesionale dhe biznes? Dua jeni better, të ndihmon dhe besoj një asaj thirrje së brendshme, dhe pse të tjerët e shikojnë si errësirë apo nuk ju përka. Jo është e vërtet, se ndonjëherë jo të gjithë shohin çfarë shikon ti dhe kjo bën diferencën nga një person te tjetri. Unë do t'i kthehemi pak Najes, por këtë që nuk e di se çfarë ofron Naja Travel. Mund ta shpjegosh pak më shumë shërbimet, produktet? Naja eksploron gjithë qiellet e paprekura dhe të dhirura të Karaburunit dhe ishullit të Sazani. Pra janë eksperienca të cilat janë realisht shumë dinamike, por në të njëjtën kohë dhe shumë spirituale. Si e këvallon të këtë dinamizmin e sezonit? Nuk më vezdis. Jam një person i cili në dinamizëm dhe në presion ja performancë të vetë të mirë. Po, Rodi është sipërmarrëse shumë e mirë, njeh shumë mirë tregun, jam shumë e sigurt që ke një jetë sociale, ke një familje dhe çdo kush ka nevojë për kohën tënde. Si arrin ti menaxhosh të gjitha këto hallka të jetës tënde, që ti gjesh kohë për secilën prej tyre pa
pa u zhytur në atë as 9 me 9 nuk them dot, se në biznes ti mund të hysh në 9, po nuk e di asnjëherë në çfarë do dalësh nga zyra apo do dalësh nga shërbimi. Pra, si e menaxhon gjithë kohën tënde 24 orë për t'i plotësuar gjithë nevojat? I ftoj të bëhen pjesë të tureve. Ka shumë të bukur. Ishte produkte, ishte shërbime. Ne kuptojmë ndryshimin tënd nga real estate në turizëm. A ke një vizion të qartë se çfarë do bëj Rodi në 5 vitet e ardhshme? Do shohim komplet në një fushë tjetër, do jetë Rodi që do hapë një agjenci akoma më të madhe duke krijuar ombrell të agjencive të tjera, do zgjerohesh apo do dalësh në Ballkan, apo mund ta shohim Rodin, se di, në industrinë e verës apo në industrinë një industri që s'ka lidhje fare me këto dy që ne përmendëm më përpara. Për sa i përket najës, normalisht kam një ide për ta zhvilluar. Jam një person që mendoj që gjërat e mëdha nuk arrihen vetëm. Dhe më pëlqen ta mbaj totën me njerëzit. Dhe nuk të them sa më shumë ta ndash atë tortën, aq më shumë rritesh. Sikurse dhe po operoj tani, vazhdoj operoj dhe bashkëpunoj me kolegë të cilët kanë dhe ndajnë të njëjtin vizion si unë, dhe dua ta kem të bashkëpunim dhe do vazhdoj ta kem të bashkëpunim. Gradualisht do rritemi dhe kam qëllime ta zgjeroj dhe jashtë vendit, por që këto janë hapa që duan dorim për pushtim dhe duke kaluar sfida, të cilat këto sfidat apo zhgënjimet janë mësime, arrin që të rritesh dhe të me hapa të sigurta, po, me hapa më të sigurta. Unë do kaloj në një sesion pyetje që ti do duhet të zgjidhësh një nga alternativa që do të ofrohet. Do zgjidhe Vlorën apo Tiranën? Vlorën sigurisht. Pse Vlorën? Kam gjetur ato thirrjen e shpirtit aty dhe dua të qëndroj. Zonë bregdetare apo qytet? Bregdet gjithmonë. Prap lidhje emocionale. Nuk mendoj se është lidhje emocionale, është lidhje shpirtërore. Udhëtimi jat apo me avion? Po ti bën udhëtime me avion besoj. Bëj udhëtime me avion, por shihen që më lë deti, nuk më lë avion. Do ta ofroje një gujë turistike me avion? Nuk e mendoj. S'të jep të njëjtin satisfaksion. Jo. Pushime apo punë verore? Punë verore. Kur i bën pushimet Rodi? Përgjithsisht në tetor. Në tetor, dhe të janë pushime bregdeti apo pushime mali? Pushime bregdeti përsëri. Okej, pra ti dhe mali nuk është se keni lidhje. Okej. Një vend i cili është në listën e vendeve të tua të cilët ti do duhet ta vizitosh patjetër. Bali, pse Bali? Çka ka Bali që është veçantë? Mendoj se ka lidhje me zhvillimin e shpirtit dhe zgjimin shpirtëror. A do të jetë kjo gujta e parë turistike që do të ofrosh jashtë Shqipërisë? Ndoshta, po jo jashtë Shqipërisë, do se mund ta implementoj në agjenci. Në agjenci dhe prap qyteti do jetë Vlora. Cili nga këto fjalë do të përshkruan ty më së miri? Guxim, dashuri apo autenticitet? Dashuri, sepse i mbledh të dyja. Pra çdo gjë që bën është krye fjala. Ne shpesh kemi atë që quajmë piramida e nevojave dhe më pëlqen shpesh të pyes sipërmarrësit, pra ti plotson nevojat e tua bazike, që është baza e piramidës, pastaj në qytetësi, por edhe është edukimi apo mirë edukimi, edhe këtu është në majtë e piramidës. Pra maja konsiderohet si pika më e lartë e zhvillimit të personal apo profesional apo dhe si sipërmarrës. Edhe këtu njerëzit i kenë gotë verë apo pijen e preferuar, duke bërë filozofi. Ku mendon ti që do të jetë kjo pika e majës së piramidës për ty? Çfarë do të gjej duke bërë kur ti jesh në majën e piramidës? Nuk ka nevojë të jesh në majën e piramidës se ta shijuar këtë eksperiencë, sepse unë tash më kam mësuar të ndalem dhe në momentet e fluksit apo të intensiteteve të mëdha, unë kam mësuar të ndalem dhe ta shijoj të gotën e verës, sepse në momentin që truri është i qetë apo ti shijon veten tënde, ke fituar luftën e jetës. Do të kthej pas në kohë tani, se folëm për të ardhmen, po do të kthej atëherë kur ti ke qenë 18 vjeç. Je në 40 pak, po e sigur se je nominuar në fortin e ndërfortin. Edhe ke përballë Rodin 18 vjeçare. Nuk e di nëse ke pasur dilema në kokën tënde, kush do jetë Rodi 30, kush do jetë Rodi 40. Patjetër të gjithë. Edhe ke Rodin 18 vjeç tani përballë, edhe kush është këshilla apo sugjerimi që ti do jep Rodit 18 vjeç? Çfarë do të thojë Rodi 18 vjeç? Rodi do t'i thoja që
Ajo dele zë shoqërisë që mendohet që është e keqe, në fakt është ajo që të bën ndryshimin ndiqja atë delin e des edhe testoj fort thirrjes së shpirtit të. Se është e vërteta, aty fshihet e gjithë e vërteta. Shumë interesante. Edhe për kudo që ndoshta është 18 tani, apo është në një 20 atë 25 e veta dhe ka një dilemë shumë të madhe të punojë në 18 apo të futet në sipërmarrje. Ka ndonjë sugjerim të tëndin se çfarë rrugtimin duhet të ndjekin të rinjt? Jo të gjithë njerëzit janë të prirur për të bërë sipërmarrje. Unë këtë këshill e kam për të gjithë njerëzit të cilët kanë lindur me diçka brenda vetes së tyre që janë kontrapedal. Dhe në momentin që këtë thirrje e ke, atëherë kupto që ajo thirrja jote e brendshme është e vërtet dhe qëndroj gjatë gjithë kohës asaj nga pas derisa ta zbulosh që çfarë është. Atë shqetëson të ardhmen rrugë? Jo fare. Ti e ke të qartë ardhmen në biznesit tënd? Nuk kam të qartë asnjë gjë, por rrugtimi rrjen duke nisur hapjen e parë. Pra ti shijon momentin dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht që unë merrem për të rritur veten time, por në momentin që ti rrit veten, aty fillojnë dhe hapen dyrën. Shumë interesante kjo. Kështu që me këtë këshill të tënden, unë të doja të mbyllja këtë podcast, kështu që secili nga ne të hedhë syt nga vetja dhe të rritet profesionaliste, pastaj nuk është më ajo çështja e fatit, por është hard working që ti ke bërë gjatë ditë këtë rrugtimi që të arrish tek ajo që ti ke shumë fat se të kanë ecur gjërat në jetë. Rod, unë të falenderoj shumë për podcastin sot. Faleminderit dhe juve, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia e gjitha ime dhe jam e sigurt që ke dhënë leksione shumë interesante për cilin do që e gjen veten po të ngjashme sa ty apo ka qenë komplet ndryshe dhe ka marrë këshillat nga ana jote. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do shihemi javën që vjen në Blekonomi Podcast. Da Blerina, natën e mirë.